Në sallën Ali Aslani të Universitetit Ismail Qemali të Vlorës, kryetari i Gjykatës së Lartë, Sokol Sadushi, ka zhvilluar një leksion të hapur me studentët e Departamentit të Drejtësisë. Sadushi ka relatuar përpara studentëve të drejtësisë mënyrën se si duhet të funksionojë drejtësia, por dhe detyrat dhe parimet që duhet të ketë një jurist. Sipas tij, reforma në drejtësi ka qenë fillesa e drejtësisë së re të reformuar, ndaj është e rëndësishme që brezi i ri e ardhmja e drejtësisë të kuptojë si funksionon ligji, pasi do të jenë studentët ata që nesër do të kenë besimin e qytetarëve. Duke shpjeguar se si kryhet misioni i rëndësishëm i një juristi, kreu i Gjykatës së Lartë thotë se juristi nuk formohet nga çfarë di, por se si e përdor atë dhe kjo kulturë gjyqësore sipas tij formohet që në auditor. Ai shprehet i lumtur që është në Vlorë përpara studentëve, teksa thotë se të rinj duhet jenë ata që ta çojnë përpara drejtësinë në një tjetër stad. Juristi i ri përballë drejtësisë së sotme, dije, integritet, përgjegjësi. Nuk është një temë rastësore, ajo lidhet drejt për drejt me një pyetje që çdo student i drejtësisë duhet ja bëj vetes që në fillim. Çfarë do thotë të jesh jurist në shoqërinë e sotme? A mjafton të njohësh ligjin? A mjafton të dish dispozitat? A mjafton të zotrosh teknikën juridike? Apo profesioni juristit kërkon diçka më shumë? Karakter, përgjegjësi, ndershmëri intelektuale, kurajo dhe ndjeshmëri ndaj drejtësisë. Unë besoj se përgjigjja është e qartë. Juristi i mirë nuk formohet vetëm nga ajo që di, por dhe nga mënyra se si ai e përdor dijen e tij. Drejtësia sotme është një drejtësi në dinamikë, një drejtësi në lëvizje. Ajo përballet me pritshmëri të mëdha publike, me kërkesa për shumë eficiencë, më shumë cilësi, më shumë transparencë dhe më shumë besim. Sistemi ynë i drejtësisë ka kaluar dhe vazhdon të kalojë procese të thella transformimi. Reforma në drejtësi ka ndryshuar institucionet, mekanizma kontrolli, karrierë gjyqësore dhe standarde përgjegjësie. Megjithatë, asnjë reformë, sado e rëndësishme të jetë në nivel institucional, nuk mund të ketë sukses të plot nëse nuk shoqërohet me formimin e një kulture të re juridike. Kjo kulturë nis këtu, në auditor, në universitet, në mënyrën se si studenti mëson të lexojë ligjin, të kuptojë konfliktin, të ndërtojë argumentin dhe të respektojë të vërtetën. Më pas, kreu i Gjykatës së Lartë Sadushi është të vendosur përballë auditorit, duke ju përgjigjur pyetjeve të bëra nga studentët dhe pedagogët. Cilat do ishin gjërat që do të arrisnin besimin e publikut, besimin e popullit tek pjesa e drejtësisë, duke marrë parasysh edhe gjithë zhvillimet që shteti shqiptar ka pasur deri më tani. Nëse ai gjyqtari ka arritur të performojë ashtu siç duhet, të jetë etik në sjellje, është pjesa shumë e rëndësishme, që ajo bie në sy më njëherë në atë vëzhgimin që ka qytetari, në raport me profesionalizmin, se jo çdo kush e kupton profesionalizmin ashtu siç duhet. Por sidomos mënyra e sjelljes ndoshta është kryesore në takimet e përdrejtë me cilët të qytetar. Leksioni i hapur me studentët e Departamentit të Drejtësisë në Universitetin e Vlorës është fokusuar tek çështje themelore mbi drejtësinë e re, e cila pavarësisht ndryshimit të standardit ka ende shumë sfida dhe probleme përpara që presin zgjidhje.